Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Sofia dhe sot po fillojmë një video të re. Sot do t'ju tregoj të gjitha produktet që më ka dërguar brendi Halara. Halara është një brend i huaj dhe ky është bashkëpunimi im i dytë në YouTube dhe mezi po pres që ta ndaj me ju. Pa më burko, le të fillojmë dhe le t'ju tregoj pak produktet se çfarë më ka dërguar. Produkti i parë janë një palë xhinse. Këto xhinset janë fiks për në verë, janë një ngjyrë qumshti, kanë këtë tegelin shumë të lezetshëm, pra siç e shikoni. Dhe prerja është goxha e lirshme, ashtu siç mua më pëlqejnë. Vijnë të gjëra deri në fund dhe kanë një palosje. Me sa i pash në web, kur i porosita nuk janë të gjata deri në fund të këmbës, pra janë pak më të shkurtra. Tani do i vesh dhe do t'ja tregoj se si duken të veshura. Atëherë, kështu duken të veshura. Them të vërtetën, kam marrë një masë pak më të madhe se sa masa ime, pra unë zakonisht jam masa më tek xhinset, por mendova që do më rinin të ngushta dhe mora masën L. Siç e shikoni kanë goxha të lirshme, por nëse ju i porosisni dhe merrni masën tuaj, e keni shumë në rregull. Edhe me brysë të zezë shkon shumë. Kjo është dhe ngjyra. Produkti i dytë janë streqe. Halara kishte shumë rroba sportive dhe me sa pash ishin cilësi shumë e mirë, kështu që unë kam zgjedhur edhe disa rroba sportive, duke qenë se po mendoj që të filloj palestër, po ende nuk e di. Kam zgjedhur këto streqet e zeza, janë material shumë i mirë, siç e shikoni kanë dhe logon këtu mbrapa. Kështu duken, kanë të prerjen këtu dhe janë në ngjyrë të zezë. Besoj se duhet të të mbledhin shumë sepse janë goxha elastike. Dhe tani po i vesh dhe po ja tregoj dhe këto se si duken. Kështu duken streqet. Nuk e di, po janë super material. Nuk e keni idenë se si ndihen në trup. Ndihen si nuk e veshur asnjë. Mbledhin edhe të tregoj format super bukur. Dhe janë goxha elastike, pra kanë përsëri lirshmëri edhe ndihen vërtet shumë rehat. Edhe gjatësinë e kanë fiks ashtu siç duhet, pra nuk rrinë mbledhura këtosh. Produktet tjetër janë përsëri streqe, njësoj si modeli që sapo ju tregova, por këto janë në ngjyrën kafe. Është kjo kafja e pjekur, e cila është shumë i. Edhe këto i kam marrë masën M, pra njësoj si zezat. Dhe këto kanë të njëjtin material, pra kanë material nylon. I kanë të gjitha detajet, edhe etiketa gjithashtu i ka. Edhe këto duken goxha elastike, njësoj si të parat, pra janë i njëjtit material e një prerje. Dhe tani do t'i provoj dhe këto dhe t'ja tregoj pak se si duken, po deri tani një 10 nga 10 të gjitha produktet që kam provuar, përveç pjesës që xhinset kam marrë masë pak më të madhe, kjo është faji im, nuk është faji i brendit. Gjithsesi dhe ato do t'i gjej një mundësi për t'i gjej një anë le të themi dhe do t'i sistem. Tani po i provoj pak të dhe do ja tregoj. Ja dhe ngjyra kafe. Edhe këto duket shumë bukur. Personalisht më pëlqejnë shumë e zeza, por edhe këto kafe duken shumë bukur. Kanë të njëjtin gjatësi si ato tjera, janë elastike, pra janë vërtet shumë të rehatshme. Ja vlejnë, më super pëlqejnë. Produkti i radhës është përsëri një produkt sportiv. Produkti i radhës janë streqe, por streqe të cilat vijnë të gjëra poshtë, pra që kanë këtë prerjen e lirshme. Ndryshimi që kanë këto nga streqet që sapo provova është se kanë materialin pak më të plotë dhe dominon më shumë poliestra. Gjithashtu këto e kanë logon këtu mbrapa, që është një detaj vërtet shumë i bukur. I kam marrë masa më edhe këto. Dhe besoj se dhe këto do duken shumë bukur në trup. Tani do t'i provoj dhe do t'ja tregoj se si duken. Kështu duken
këto streqet, se streqet po i quajnë, janë të gjera nga poshtë dhe edhe këto janë shumë të rehatshme. Jam e sigur që dhe me këto do qëndroj shumë gjatë veshur, sepse janë vërtet shumë të rehatshme. Nëse ju doni të përdosni këto produkte, unë për t'ju bërë më të lehtë, ju kam lënë website-in zyrtar të Halarës këtu poshtë. Gjithashtu në description box do të gjeni të gjitha linket e produkteve dhe do të keni shumë të lehtë për të gjetur. Produkti radhës janë përsëri xhinse dhe kam frikë se i kam marrë përsëri më të mëdha se ç'do. Mendova që të marrë këtë ngjyrë e çelët, duke qenë se tani është verë, edhe kjo shkon shumë. Është kjo ngjyra këtu. Por, nuk e dija që Halara do kishte xhinse kaq elastike, shikoni pra se sa elastike që janë. Dhe, kur i kam parë tani që hapa pakun, thash, mos. Ndoshta kam gabuar. Imagjinoni, unë jam masa M tek xhinset, kur janë elastike më bëjnë edhe masa S, por unë kam marrë masën L. Duke menduar që këto do ishin material që nuk hapen, mora masën L sepse unë gjithmonë i dua xhinse të më rinë më të lirshme. Dhe ja ku jemi tani, 2 masa më shumë njerëz. Nuk e di se si të më rinë tru. Do jetë një dështim në një farë mënyre, po gjithsesi ti provoj. Këto kanë material elastik dhe janë 70% pamb, pra 70% koton, është diçka shumë e mirë. Dhe e mira tjetër është që mund të përshtaten në të gjitha masat, pra me këto do jeni vërtet komode, nuk do ndjeni në siklete dhe përshtaten në çfarë do lloj trupi. Kjo është diçka shumë pozitive e brendit Halara, sepse të gjitha veshjet përshtaten në të gjitha format e trupit dhe ju do të ndjeni shumë komode, nuk do ndjeni në siklet dhe do t'ju shkojnë të gjitha veshjet. Tani ti provojmë edhe të përballemi me të vërtetën se si do më rinë. Okej, atëherë. Këto supozoj që të rini kështu, pra në qoftë se do kisha marrë një masë fix, ashtu siç unë jam, por në të vërtetë rinë kështu. Pra ka goxha diferencë, siç e shikoni. Kam gabuar shumë në masa këtë herë. Gjithsesi, meqenëse se janë elastike, unë do t'i ngushtoj dhe do t'i modifikoj pak. Pra nuk i le pa i veshur, sepse ngjyra, materiali më pëlqej shumë, janë shumë të bukura. Pra, përshtaten shumë mirë, edhe përja mbrapa, thjesht që duhet t'i ngushtoj pak tek beki. Pak si shumë. Pak si shumë, por gjithsesi janë okej. Dhe produkti fundit për sot është një produkt i cili është pak më ndryshe nga të tjerat, pra nuk është as sportiv, nuk është as xhinse, është një jumpsuit që vjen në këtë formën kështu. Është goxha i gjatë, nuk e di se sa do më përshtatet. Ajo që më pëlqeu është se këtu te pjesa e gjoksit ka këtë pjesën e mbushjes, edhe nuk e nevojë që të vendosësh asgjë poshtë, pra ja është komode. Dhe pjesa mbrapa është e hapur dhe ka dhe elastik për të qenë komode. Nuk e di çfarë mase e kam marrë këtë, këtë e kam marrë masën M. Prapë më duket sikur e kam marrë pak të madhe, nuk e dija që do kishte këto lloj prerjesh. Gjithsesi, tani ta provoj edhe këtë dhe të shohim, sepse me xhinset e ndrita njerëz, e ndrita, nuk e di, kam gabuar shumë. 2 masa, jo pak, po 2 masa, ai të thuash se ishin pak fare më të lirshme. Këto janë super të mëdha, më bien poshtë, nuk e di se si të bëj. Më fal Halara për gabimin që kam bërë dhe për këtë promocion të keq që kam bërë. Pra, ky është jumpsuiti, tani ta provojmë edhe shpresoj mos kem gabuar shumë ashtu si te xhinset, sepse lash në. Po bëj një reklam këtu dhe unë kam gabuar masat. Kështu duket jumpsuiti. Është goxha i gjatë poshtë, edhe i lirshëm. Dhe këtu tek deli të mbledh, pra siç e shikoni, të mbledh pak, sepse ka këtë pjesën me elastik që është elastike dhe përshtatet në forma të ndryshme.
Gjithashtu më pëlqen pjesa para, sepse hapja është e përshtatshme dhe gjoksi duket goxha mirë pra me këtë mbushje. Dhe pjesa këtu është e theksuar dhe poshtë vjen goxha e lirshme. Plus tjetër janë edhe xhepat. Pra, unë preferoj shumë që të ri një duar në xhep. Vjen në komodo. Dhe kështu, edhe në qoftë se do ta kisha marrë masa sa këtë jumpsuit, përsëri do më vënte sepse ka goxha lirshmëri poshtë. Dhe këtu është elastik, kështu që mund të merrni edhe një masë poshtë tek ky jumpsuit, problem. Këto ishin të gjitha produktet që unë kisha zgjedhur nga Lara për të bashkëpunim dhe do të veçoj 3 element në të gjithë këto. Elementi i parë është materiali. Materialet janë vërtet shumë cilësore, pra qoftë në jumpsuit, qoftë në xhinset, sidomos tek stretchet dhe materialet sportive ishin super yll, ja u super sugjeroj. Nëse doni të bëni porosi dhe doni të zgjidhni një nga këto, do t'ju sugjeroja më tepër të zgjidhni produkte sportive sepse ishin shumë herë më cilësore. Elementi i dytë që do të veçoj tek këto veshje të Halarës është qepjet. Pra qepjet janë vërtet shumë cilësore, sidomos tek rroba sportive, trupi tregohet më i mbledhur, edhe je gjithkohon komode, pra nuk të tregon asnjë defekt prerja e rrobave. Dhe elementi i tretë që unë do të përfshija tek Lara është elasticiteti. Çdo lloj materiali, çdo lloj veshje që unë provova ka qenë super elastike, pra përshtatet në të gjitha format e trupit dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse të gjithë marrin veshje që ne duam dhe në të njëjtën kohë ndihemi rehat dhe shumë mirë me trupin tonë. Këtu pra, ky është përfundimi për Alarën. Normal që rrobat më të preferuara kanë qenë ato sportive, por gjithsesi në total unë e votoj një 10 nga 10 sepse më pëlqyen dhe materialet dhe prerjet dhe çdo gjë tjetër. Pavarësisht se unë kisha gabuar tek masa e xhinseve, kjo nuk është faji i brendit, është faji im dhe thjesht ta keni dhe ju parasysh nëse bëni porosi, merrni masën tuaj fiks. Materialet i keni shumë të mira, shumë cilësore, shumë elastike dhe kaq çfarë t'ju them më. Mjaftoj që të bëni porosim tek Alara. Dhe ndoshta në ndonjë video tjetër do t'ju tregoj se çfarë u kam bërë atyre xhinseve. Kështu pra, kjo ishte videoja për sot, ishte një video bashkëpunimi, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin dhe do të shihemi në videon tjetër.